E keni parasysh këngën e vitit 3, Zile 3? Që është me një tekst tjetër. Është me një tekst me shame. Po, me të cilin. Po bravo. Atë këngën e kam këndu unë. Okej, bashkë me Gysin, me Gys Bamçin. Yes. Gysi, kush është Gysi? Gysi ka qenë finale të Big Brotherit. Në Big Brother me Nedën. Në Big Brother me Nedën. Në Big Brother 3-4. Në whatever, por ka qenë finale. Në Big Brother me njerëz të thjeshtë aso kohë. Yes. U zbuluan njerëzit që po shanin njerëzit që ishin në slit. Zemra ky këndon atë këngë. Nuk po shanin fare asnjërin, vetëm me bombë. Ishte thjesht, okay. Edhe na pëlqeu aq shumë sa që than ta nxjerrim. Okay. Dhe ajo mori një bujt jashtëzakonshëm. Si është vetëm. Jo. Po vrapojnë doja unë dhe pastaj po dëgjojnë se po vrapojnë megjithatë shpejtësi. Po turp s'ke. Jo, s'kam asnjë bar turp, pse të kem turp? Turp është me pas turp. Po mirë, tani nga kjo gjë s'ke fitu 250.000 lekë. Po fare më s'kam fitu as i gjon nuk kam fitu, po që ta kam fjalën që aq të lezetshëm janë. Është ikonike edhe brezi tim edhe brezave më pas. Po se do e thoj edhe këtë Big Bass. Edhe pse kisha shokun kështu, të kaq të shefët, nuk e kisha. Kujt do t'ja merrte mendja, që ishte vet Big Bass ta pas.